Që do edhe pak ko mu bo bari për me kosit. Miliarda ka kushtu, mirëmbajtja është, se dia është mirëmbajtje. E të mërshme. Me padorim jem të e prit një moment kur ma qel telefonin Dimal Basha. Sa që shumë su bastru, ja ka nis me dal bari në asfalt. Gjëndetje bërim, të lutem a mundesh me dal në autostratën Ibrahim Rugova mes Prizrenit edhe Suharekës me po gjendjen me shembje dhejot, maru mo vlla. Asnjëherë nuk e shohim që nuk ka shembje. Gjithmonë një pjesë e rrugës është e bllokuar, nëse të kujtohet ka pas edhe aksidente me fatalitet në këtë rrugë për shkak të këtyre shembjeve dhe ngushtimit të rrugës. Të lutem adresoje këtë problem edhe te ministria. Hajde shkojna pedi ku bo 10 saks, shumë shpesh kaloj qanej, ndërkohë derisa të shkojna mos harroni, mos t'i shkon posta Izi, e kisha pas shumë shtirë me operu në teren, super customer service, super shërbim ndaj klientit, edhe super shpejtësi në dërgesa, e po ashtu edhe Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Prishtinën, krejt Kosovën, top kualitet derivatet, hajde. Më rejtëm të vendi i ngjarjes, do me thonë, në autostradën Ibrahim Rugova, Prishtinë Prizren, qëre një njerës. Ta është i kësëre ky mure i cili supozohet me bloku dheun mos me ra poshtë, kësëre ne që shka lëviz prej vendit, normalisht është shumë i shkurt, nuk e përballon, qëre tash. Vazhdimisht ka vende tilla, lokacione tilla, sa që shumë su bastru, ja ka nis me dal bari në asfalt. Për një me mirëmbajtja e kësaj autostrade, e cila është një pej pak gjonave me cilat mujna me umbur nashta, ka qenë gati skandal. Do me thonë shirri që ti dhejo që to, një gru s'ka të remuj që e ka humb jetën në aksident për shkak se rruga fillon me u ngushtu gati nashta 1 kilometër larg për shkak të shembjes dhejot në qëtë lokacion. Edhe në lokacionet tutje, do me thonë se kjo vazhdon për disa kilometra, është një tërakshe. Hajde tash po provojna me kontaktu me zotin Dimal Basha, ministri i infrastrukturës, të këqyrëm ako me qenë kë ministri, ako mu nis prej ti adresimi i problemit ka mëtshëm në autostradën Ibrahim Rugova me shembje të dhejot. Me padorim jem të e prit një moment kur ma qel telefonin Dimal Basha. Do me thonë. Qëre qa kena me bo? Me hap telefonin s'pe hap, po e nisim një email tash, po ja bashkan gjitim edhe në momentin që ka përveç nëse e kthejnë kështu në mënyrë automatike që shpo i kthejnë ka një herë me do përgjigje që s'janë as përgjigje krejtësisht gjysmake, do me thonë s'po përputhen me kontekst, e bojna një historie tjetër, ndërkohë jem bërëm bacolli mos harroni me që ta mërëm gjenin këtë platforma.